Tani do fillojmë me segmentin e analizës teknikale të kriptos, në flasim për Bitcoin Ethereum. Dhe pastaj do mulojmë dhe ndoshta në një altcoin tjetër. Do diskutojmë ndoshta një altcoin që kemi trajtuar shpesh te Discordi, që ka qenë TRB janë. Dhe kemi fituar Ata TRB ka turbo. Janë turbo çunat e TRB-s në Discord. Edhe në Telegram kemi ndarë këto fitime. Por do flasim më shumë për Bitcoinin dhe Ethereum për të parashikuar themi gjendjen e tregut. Në ekranin tim kemi Bitcoinin. Javën e kaluar të shtunën të dielën kur kemi bërë këtë podcastin e kaluar, thuaj që mendoja që të shkonte deri te 108, 109, 110 deri te 110, 107 deri te 110 e kisha unë në zonën time. Ka gjetur rezistencë të fortë. Ndoshta duket pak si më shumë zhurmë këto vizatimet, po ke pasur një herë, dy herë, 3 herë, 4 herë rezistencë kjo zona 106, 107 dhe pastaj një rënje. Unë kam trajtuar short nga 105 deri te 100 me ide që të shkonte aty, e kam ndarë te Telegrami këtë. Edhe pastaj është thithur direkt çmimi. Kjo thithje nuk më është dukur e natyrshme. Edhe aktualisht tani jemi në një zonë shumë të paqartë, ku unë shikoj që volatiliteti mund të vazhdojë akoma, kjo volatilitet tani edhe të konsolidohet prap afër 100-s. Se te 100 ka ardhur këtu, mund të rikonsolidohet tani. Ka bërë rritje. Se unë prisja pak më nga dalë të lëvizjen deri te 100, bëj rritjen, të bëj ndonjë ulje tjetër, ndoshta te 100 ose pak më thellë, edhe pastaj mund të filloj cikli për lart. Ky tregtimi akoma është të themi i mundshëm për ne që të tregtojmë. Kemi mundësi akoma që të tregtojmë këtë nga kjo zona 104.8, 105, të hymë short, me ide që të kapi 94 që të ishte një ulje pak më thellë në treg, për që kemi ca situata që nuk na pëlqejnë. Kemi dhe RSI këtu që është zona mezit dhe po e thu prap këtë 50-shën, probabiliteti është më i lartë që të shkojmë këtu te 30-a. Dhe kjo e tërheq tregun më thellë se sa 100 mendoj. Të paktën 100 mund ta rikapim. Kjo gjendje e RSI-s po që merr një harkim për poshtë dhe pastaj thyet 50 dhe shkon deri te oversold. Këtu do të pëlqeshin shumë tregtar, jo vetëm ato që janë afat mesë, afat gjatë si puna ime, por dhe ato që janë day traders do ta pëlqejnë shumë te kjo zona, shumë e shitur një ditore. Edhe mund të korrespondoj me të tregtimin e dy që un kam të përgatitur këtu. Kemi mundësinë tjetër që un po që ma jep strategjia konfirmimet të plota, që akoma s'mi ka dhënë. Kemi tregtimin që mund të hapim një tregtim long në thyet e kësaj zone 106 për të remark të zonë dhe shkëm këtu lartë. Unë personalisht panoj më shumë të shorti ose të një farë konsolidimi akoma, po parë se të merret ky vendim për një long. Këto janë në themi, kjo është analiza ime dhe çfarë po shikoj unë, sepse jemi në zonë tani volatiliteti dhe kuptohet që pak a shumë jemi te 50 me 50, nuk i di akoma animi afat mesa. Dhe si tregtar afat mesa mu shikoj çdo skenar dhe mundohem tani që të përgatitem ku janë zonat, ku janë çmimet për të thyer, që të marr vendimet për të rrezikuar kapitalin tim. Kleon, do një gjë për shtu këtu? Po, shikojmë, unë mendoj që kripto këtë javë që vjen do ndikohen edhe nga lajmet ekonomike. Qofse zonat e inflacionit dalin mirë, atëherë do të kemi atë shpërthimin, edhe kripto do të ketë kjo vazhdimësi le ta quajmë te Bitcoini. Por nuk e shikoj, domethënë, nuk e shikoj ndonjë për të bazuar tek
tek analiza teknike më shumë se sa te fundamentals. Do të jenë tarifat, lajmi Trump me takimi që do të bëj me Kinën për tarifat, do të jenë ato që ndoshta do ta ngrejnë ose do ta ulin tregun, pashtu kemi edhe dënat e inflacionit. Por në analizë teknike duket si një suport tek ajo zona e 100.000 edhe pastaj një vazhdimsi ndoshta te 110, 115. Po. Kështu e shikoj Atë shikoj edhe unë. Po, atë shikoj edhe unë që ndoshta mund të bëj një retestim ose një farë higher low, jo të 100, po ndoshta 101, 102 dhe pastaj të marri këtë rrugën për lart. Por vështirë për mendimin tim që thy direkt këtu mbi 106. Du të ketë një arsye të fortë, dhe prandaj unë kam edhe këtë zonë këtu 94, 93, që mund të korrespondoj me atë zonë që thotë i erdhi me një farë overextension te 90-a, ka qenë këtu 90, 92, 93. Kjo ishte një zonë që edhe 50% të lëvizjes të prillit hahet. Edhe aty është me themi një ulje, një discount mund ta quajmë, me potencial që edhe po kapëm vetëm all time high, marrim një raport 1.7 nga kjo zonë. Okej, kemi dhe Ethereum tani, Bitcoin e mulun, është një zonë pak e pavendosur, prandaj ju sugjeroj që të shkoni te Telegrami sepse aty do merrni dhe analiza gjatë javës me parashikimet tona dhe mendimet tona për Bitcoinin dhe Ethereum. Keni mundësi që na bëni dhe pyetjet. Ethereum më duket më shumë sikur po konsolidohet, dhe ka qenë i qëndrueshëm, mund të ketë qenë ndoshta faktori i BlackRock që thuhet që e ka bler, kështu po thuhet nëpër media sociale, nuk e di sa i saktë është lajmi që ka dalë. Po thuhet që po blihet te këto zona Ethereum, po shitet Bitcoini dhe po blejnë Ethereum në këtë zonë. Unë nuk shikoj ndonjë konsolidim të fortë tani, sepse konsolidimi im i fortë do ishte të mbante këtë vizën e trendit që e thyu të ejnëten. Shikon, kjo do ta kisha mbajtur për mendimin tim, që të bësh më i shtrëngum çmimi dhe pastaj të thynte për lart. Nuk e ka mbajtur dhe tani e ka bërë rezistencë këtë vizën e trendit. Rezistencë tani dhe potenciali është që mund të shkojë pak më thellë deri te 2300 ose 2000 dhe të ringjallet Ethereum. Këtë ishte më pëlqyeshme për mendimin tim, dhe jo vetëm nga institucionet, por edhe nga investitorët të tjerë që mund të krijojnë atëherë themi ofrim blerje prapë. Që po thoshte edhe Irdi për Bitcoinin që mund të shkojmë deri te 90, 90 ca, dhe aty do ishte më dëshirueshëm. Për shembull, ne kemi bler të 1600. Unë, Cleo dhe Discordi kemi bler të 1600. Pastaj kam riakumulu këtu te 1800 me idenë që shkoshim deri te 2500 ose 3000. E kemi shitur te 2500 dhe kjo ka qenë situata jonë me Ethereum. Atë që thu ti, atë anën psikologjike që diskuton Irdi. Unë do shikoja dhe thyrjen e RSI-s të një ditori në 50 prap, këtu ka qenë si farë testimi për një thyrje totale këtu, prap si Bitcoini do krijonte një shitje më të madhe deri te zona 30 të RSI dhe aty do riakumuloheshe Ethereum. Edhe viksin do diskutojmë tani. Cleo, për Ethereum ke ndonjë mendim nga ana jote? Si e pëlqen Ethereum se po reziston pak më shumë nga ulja dhe nga luhatjet e tregut gjatë kësaj jave, nuk ka pas një lëvizje për short shumë të madhe se zakonisht kur binte Bitcoin, Ethereum ishte dyfishja e saj. Por ndoshta kjo do të tregojë që Ethereum është më stabil, më i fuqishëm këto kohë dhe mund të sjellë, nëse do kemi një rritje, mund të sjellë altcoins të kenë një uptrend tjetër. Por më duket edhe pak si e vështirë, sepse po t'i shikojmë altcoins kanë kapat të çmimin e trendit që filloi para një muaji gjys, 2 muajsh,
ka rënë prapa aty Mirë, në çmim, edhe është pak si e vështirë që të rinjallen përsëri. Atë mund të shikojmë për shembull Solana, mund të shikojmë Dogecoin, ca nga që një mund kapim te një meme coin, një Gjitha te po thuj një se nga më të kanë kapur qëndrueshme. në çmim. Edhe ja ku shikon që ka hangur 50% të vlerës, edhe është te kjo zonë, dhe ne po hiqë bin Ethereum dhe Bitcoini pak më thellë, e rihan gjithë këtë lëvizje dhe shkon në bën atë double bottom që kam thënë unë, jo vetëm te Telegram por dhe këtu, që mund të bëjnë altcoins double bottom gjatë kohës që Bitcoin dhe Ethereum bën një higher low, një çmim, le të themi që kanë vetëm 50% të lëvizjes, kurse altcoins bën një double bottom. Ja Solana është rrugës për atë double bottom, ose të zona që ka qenë optimale për ta blerë që i kam blerë unë. Ke pasur kemi dhe Dogecoin. Shikoj, Dogecoin ka filluar lëvizja. Kjo është meme coin, kuptohet. Prandaj po emuloj edhe këtë. Ka filluar lëvizja diku te zona 16.2. Jemi tani te 18. Ka shku deri te 25. Ka hangur shumicën e lëvizjes e tregtimit që ja vlente. Se këtu ja ka vletur tregtimi të Dogecoin, të zona 17-18. Edhe kjo është situata me kripto nga ana jon. Ne do mundohemi që të parashikojmë situatën çdo ditë në Telegram. Aja vlen flasim për TRB-n, Kleo? Mania e TRB-s që është krijuar në Discord. Bërë si trend. Fillova unë këtë maninë e TRB-s, sepse shikoj çfarë ka krijuar në vitin e kaluar. Kishte një mundësi shumë të mirë për të tregtuar që ishte kjo lëvizja, duhet e kishim ku e kishim ne. Unë e Kleo po vëzhgoshim në 2023, ose 2024, nuk e mbaj mend, që shkoi deri te $600 dhe unë e kam marrë në vëzhgim gjithë kohës me idenë që ta kap një lëvizje të mirë si ajo lëvizje. Edhe fillova ta tregtoja këtu, te kjo zonë, shikon? Kjo zonë këtu te $30, e shitet te 50, e ritregtova te 50, e kapa deri te 65. Kam bërë 2 tregtime të mëdhaja. Edhe ca nga çunat e Discordi që kemi Discordin privat kanë tregtuar këtë, kanë ardhur te Telegrami. Kemi tregtuar këtë lëvizjen këtu, dhe pastaj ato kanë hyrë short. Edhe kemi tregtuar çdo val mbrenda kësaj lëvizjeve që ka bërë TRB-ja. Edhe long dhe short. Pastaj shikoj këtu kemi pasur tregtim për 25% këtu, që ta të kuptoni pse kemi tregtuar këtë më shumë, potenciali 55% deri te 100% që kapa unë. Edhe pastaj rënja këtu nga 60 ca që kemi kapur deri te këtu 35. Volatilitet me dalë të mëdhaja. Edhe këtë shortin këtu për 17 dhe pastaj longu më prapë. Dhe tani fillon që po shtrëngohet prapë çmimi. Edhe ndoshta bëhet më i pëlqyeshëm për një tregtim pak më afatmesëm, pra, që mund të hyjë. Se unë s'kam hyrë në këto 2 momente të fundit në volatilitetin, se rri me strikt strategjia ime që ka qenë kjo lëvizja e parë. Do një gjë tjetër për të diskutuar të kripto? Këto janë kriptot. Jo, okay. Po lejmë.